Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë, unë jam më meritor për Musaun se ju. Ka dhënë porosit shumëta, po një për tyne që më rëndësia është e ka thy privatizimin e fesë dhe e ka thy deklarimin bashkë të përkatësisë e dikujt që është i dikujt. Çka në kupton kjo? Ju për në gjinani, veç mu se ju risashtë të dhëna në gjinani. Sot ka njerëz e ka uzurpu një ibadet. Apo? Edhe veç që ti është e adhurim. Veç a i ka dhëtë me volë për te, veç a i ka dhëtë me prezentua atë adhurim, veç a i... Më ka dalë Allah. Se si veç ti tu e bosh atë adhurim, ka dhe tjerë që në duke bo atë adhurim. Nuk e veç ti aj që duesh me volë për këtë, e kështu me radhat. Ndaj duha të them që gjërat e tilla janë të papranueshme. Nga se aja që na ka mësuar Islami është demaskimi i privatizimit të tilla, sikurse kategori tjetër njerëzish kanë privatizuar sunetin në emër të 2-3 veprimeve. 2-3 punë me sunet i bën, edhe kretë kur s'bën si aj nuk kanë sunet. Kur s'ta ka drejtën me e privatizuar sunetin e Allah, s'është i joti. Privatizimi ulemave. Ky hoxh, ky sheh, ky imam, ky është hoxha jon. Apo, kush të ka thonë ty me privatizuar alimin? Nuk privatizohet Imam Abu Hanife rahimahullah, nuk privatizohet Imam Shafiu rahimahullah, nuk privatizohet Imam Ahmedi as Imam Maliku, nuk privatizohet Kurtubiu as Ibn Hajeri as Neveviu as, nuk privatizohet Ibn Taymija, ka shumë private Allah. Këta janë për krejt umetin. Pa njerëz marrin dhe tentojnë me bu privatizime të kësaj natyre. Që me këtë privatizim pastaj me godit atë tjetrin që s'ka me çka me godit. E me çka ke gjithë me godit? Me ata që shumë keq e ke përzjedh. Me ata që Allahu xhallahu ala dënon shumë keq nëse prishet. Prandaj i dërguari sa kur tha nahnu haqqu bi Musa, tash më thonë që po ku jeni ju? Sikurse ka ardhur një tek Imam Ahmedi rahimullah dhe i ka thonë a njëri Imam Ahmedi ka qenë njëri shumë mendjeprer dhe lartpamës, si çështja ulemave. Dhe ka filluar një të ankohet për gruan e tij. Dhe Imam Ahmedi ka pa se ky njeri po don lehtësim nga ky alim për me lëshugruan. Nga se shariatikisht me lëshugruan nuk ka veç me lënë sa ka përgjësia apo e veçanti kur s'ki hak me lëshu ngarkohesh pak më tepër. Andaj ka lyp një lloj legitimiteti të divorcit për gruan e tij nga ana e Imam Ahmedit. Shikoni një sa e në gjendje me ra, sot ullë din me qenë për kujt në vetë. Ka thonë o hoxhë, unë se kësha lëshu kur, po nonës ju ka tekë, subhanallah, nonën e kesh përdor. Allah, që ta njështë së bujnë, babën e kesh përdor, të uhidin, keti kesh përdor, veç ati mi ra të amanata. Ati mi ju përshta që është dëna edhe. Ka thonë, o ja imam, unë se kësha bobe, po nonës ju ka tekë, valla, nonës që ka s'më bëhet ratë me grunë, unë e nonën se qësë kur, kë respektu si prindve. Imam Ahmedi ka marrë që kjo s'ka lidhë as me respekt prindve. Asë kërmi i ka marrë, i ka thonë, in lem jebka min birri ummike, illa talaku zaugjetike fatallika. Ka thonë që dhe s'ka met nga respektimi i nonës, kredi ke kry, veç edhe në grunë me lëshu, kryje brebura që të e bënë rahat. Apo, s'ka me të krejt, i ke kryjë, taman, krejt e ke bo nonës që shduhet, në obligime i ke kryjë që shduhet, apo, atër edhe grunë shëje. Pa i ke me të bo kja nonës bërës, Allah le bo kja, i edhnu me është me ty që i ke i bërti që i avdit atje, apo, se gërë një pun, e tash ke me të me ngua me shugron, mos keq përdarni, mos mashtrani. Ka se njerë gjithë nuk kanë këtë tendenca, e pështjelin interesin e vetë me fej, se kështu shkën mas miri që shkën. Edhe jetë faqe bardh, edhe e kry interesin. Apo? Sa dë njerëz që shkon mirë, tash, me dalë që jënë prish për në dënje, me dalë që ja ka ziri e problem. Pështillja në jakuz fetare. Kjo e karshit, Allah, sa në sunet kjo, edhe tani, edhe si me ta, e ke arrit interesin, po edhe faqe bardh, se ma shla që farë burë në emën fes datë me dashamir të vetë. Qështu njëtë në gjithë së me bo, po? Intereset të një fatë këtë me i pështil me ambalazh fetare që t'jesin faqe bardh.